Ideja është, a duhet të ketë një program kombëtar, a duhet të ketë një iniciativë, nga kush duhet të vijë kjo iniciativë, që të ketë një bashkërendim mes përfaqësuesve fetar, psikologëve, të shtyjmë përpara çështjen e shëndetit mendor? Mendoj që në radhë të parë, psikologët janë ata që duhet ta udhëheqin këtë orientim dhe këtë bashkëpunim, jo hoxhallarët, dhe kërkesa për këtë bashkëpunim duhet vijë nga shoqata e psikologëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak se, siç e thash, kur njeriu ka shqetësime serioze, edhe ne së pari i orientojmë dhe i këshillojmë, i udhëzojmë tek institucionet përkatëse, si psikologu, doktori, analizat e të tjera. Pra gjitha këto janë ne nuk i shohim veten që duhet jemi të parët ata që duhet të trajtojmë shqetësimin e një qytetari apo qoftë edhe një besimtari, që është qytetari i vendit tonë. Është krijesë e Zotit. Por fillimisht të e trajtoj veten në aspektin shëndetësor, mjekësor, se si qëndron, apo edhe me psikolog. E nëse këto nuk kryen punë, atëherë pse mos jetë pjesë e këtij bashkëpunimi për të trajtuar rastet e tilla edhe hoxha i duhur për këtë çështje shumë problematike dhe jo e vogël si shqetësim në shoqërinë tonë. Mirë, do duhet kaloj pak tek çështja e organizimit të bashkisë islame. Ende nuk po bëhet ligji për komunitetet, për bashkitë fetare. A mendoni që duhet shtyhet përpara ky ligj? Siç e dini edhe ju, unë jam vetëm një imam i Bashkisë Islame të Kosovës. Natyrisht për këtë çështje Bashkia Islame e din më mirë se sa secili prej nesh, por unë çka do doja uroj që sa më parë të bëhet ky ligj, për shkak se është në dobi të secilës bashkësi fetare në Republikën e Kosovës, është i nevojshëm, është i kërkuar, madje mendoj që jemi shumë vonë. Është dashur të bëhet shumë kohë përpara që ky ligj të jetë dhe bashkësitë fetare të e manifestojnë organizimin, jetën fetare, duke qenë konform atij ligji. Mendoj që nuk ka kundërshtim nga bashkësitë fetare, mirë po është e rëndësishme që të jetë edhe një vullnet politik, që pse jo edhe të nxjerr para një akti të kryer të gjitha këto bashkësi, për shkak se këto funksionojnë në Republikën e Kosovës dhe ata cilët duhet ta miratojnë këtë janë vetë politikë bashkësit. Natyrisht edhe rregullimi i këtij ligji duhet jetë në bashkëpunim me bashkësitë fetare, në mënyrë që të jetë sa më i përfillshëm, më praktik dhe më i dobishëm si për bashkësitë, si për besimtarët që ata i përfaqësojnë.